shumë kuriozitet, sepse njihet që ata nuk këtë pjesën e kontaktit fizik nuk e duan, përshëndetjet i kanë specifike dhe automatikisht ti mendon janë apo si janë ata njerëz friendly, pra japonezët, pra në nuk Tokyo. jam ndjer, domethënë i keq pritur aty. Edhe kur hynim nëpër dyqane apo edhe kur pyesnim përkundër. Përveç ashensorit. E mban mend skenën e ashensorit që kanë dalë vajzat nga ashensori kur po hipnim në një nga ashensoret në qendra komerciale, po kemi qenë në një nga ashensoret edhe ishin dy vajza brenda, ne futemi brenda ato dalin jashtë. Po ndoshta do dilnin apo. Po mirë, më ndoshta. Jo, nëse më lë të korrigjoj këtu, jo për të jo për të thënë që s'ke të drejtë. Ne nuk jemi njerëz të bukur për japonezët, duhet ta pranojmë këtë gjë. Ata i duan meshkujt apo të bukurit. Ata na siç shohim ne njerëzit me ngjyrë. Çfarë thua? Shpellar, ne jemi shpellar për ata se kemi qime. Shpellar, ja. Ne kemi qime, jemi të pasjellshëm. Mashkull ideal japonez është një mashkull pak androgjen. Një mashkull që androgjen është tani. Ne gjithë me full mjekër, me flokë. Po, ata unë nuk do thoja që janë të sjellshëm, unë do thoja që janë të rregullt. Shiko, unë thash nuk jam deri keq pritur sepse ne kishim rastin e restorantit që ishim ulur dhe dy vajza që ishin ngjitur, tre vajza që ishin ngjitur me mua, na pan që po xhironim dhe hyn automatikisht hyn, domethënë pjesë në frame edhe ishin okay.